Në muajin mars të vitit të kaluar në Kosovë ishin zbuluar mbi 20 ton me shpeshko me krimba, një parazit që quhet anisakes. Ky parazit është një lloj krimbi i cili shkakton sëmundje të ndryshme të rënda. Agencia e Ushqimit dhe Veterinës në muajin mars të vitit të kaluar kishte nxjerrur një vendim për asgjësimin e këtij mishi peshku ose kthimin e tij në vendin e origjinës. Ky mish peshku mbi 20 ton që gjendej në tregun e Kosovës, ishte ardhur në Kosovë nga kompania MC Food SHPK me pronor Izet Shaqirin. Pra pasi që ishin hedhur dyshimet se ky mish është infektuar me këtë parazit, Agencia e Ushqimit dhe Veterinës kishte bërë analizat e duhura laboratorike ku kishte nxjerrur vendimin për asgjësimin e këtij mishi dhe kthimin e tij në vendin e origjinës. Kompania importuese nuk e kishte bërë kthimin e tij në vendin e origjinës, mirë po kishte vendosur që ta asgjësoj këta mish, pra 21.000 kg. Merreni me mend një kamion i madh, tepër i madh, prej më të mëdhejve me mish më hudh në treg, apo si njihet në zhargonin popullor si shleper. Tash këta mish ishte asgjësuar sipas dokumenteve që i ka siguru Verio Info tek në muajin shtator, pra 6 muaj me vonesë. Mirë po, Agencia e Veterinës dhe Ushqimit kishte bërë një trik gjatë njoftimit për media, nuk e kishte publikuar emrin e kompanisë kush e ka importuar këta mish në Kosovë. Verio Info ka kërkuar çosjen dokumente zyrtare të AU-vit dhe ka siguruar vendimin e kësaj agjencie, i cili është i nënshkruar nga inspektorët veterinar Kreshnik Pasarizë dhe Vllaznim Zajmi, ku konstatohet se në treg nga kompania MC Food gjendeshin peshk i ngrirë merluc 20.000 kg, ndërsa peshk i ngrirë hake golden mbi 1.600 kg. Gjithë këta mish, siç mund ta shihni edhe në pamje të vazhdim, është asgjësuar. Verio Info ka dërguar pyetje në doganën e Kosovës për të kuptuar se çfarë sasie e këtij mishi peshku ka hyrë në Kosovë në fund vitit 2023, e të cilë disa muaj më vonë konstatua se është infektuar me krimba. Mirë po dogana e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje deri në momentin e publikimit kësaj histori. Pse është kjo e rëndësishme? Është shumë e rëndësishme me ditë se përveç sasisë asgjësuar, duhet ta dinë qytetarët se sa prej mishit të importuar i kanë konsumuar deri në momentin kur është vërtetuar skandali me këtë mish. Mirë, po këtë informat nuk mund ta kemi për shkak se dogana e Kosovës nuk ka dërguar të dhëna. Po cila është historia e Izet Shaqirit, pronarit të MC Food, që lidhet me skandalin e mishit dhe jo vetëm. Ai në vitin 2021 po binte në Kosovë një kontinjer me mish të bardhë nga Brazili. Policia e Kosovës në një bashkëpunim ndërkombëtar me policinë e vendeve tjera kishin zbuluar se brenda mishit të bardhë të sjellur nga ai me kontinjer drejt Kosovës kishte edhe 400 kg kokainë. Me të arritur në deponin e tyre në Kosovë, policia e Kosovës zhvilloi një aksion spektakular duke arrestuar personat përgjegjës, përfshirë edhe pronarin e MC Food, Izet Shaqirin dhe personat e tjerë, si edhe duke sekuestruar 400 kg kokainë, të cilët ishin të mbështjellura me sasi të mishit të bardhë në një kontinjer të madh. Procesi gjyqësor ndaj Izet Shaqirit dhe bashkëpunëtorëve të tij për çështjen e trafikimit të 400 kg kokainë po vazhdon edhe së kësaj dite.